policia e Kosovës ka pranuar një informacion për një shpërthim të mundshëm. Shikues të nderuar, po lajmërohemi nga rruga Tahir Zemaj këtu në komunën e Fushë Kosovës, konkretisht afër shkollës Daud Bugojevci, ku policia e Kosovës ka pranuar një informacion për një shpërthim të mundshëm. Pra, siç po shihet në pamje të operatorit Selim Latifi, bëhet fjalë për shkollën e cila është tashmë në pamje, shkolla Daud Bugojevci, dhe zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar për Kallzo.com se informata është pranuar në orën 2:30 pasdite dhe me të pranuar këtë informacion pra për një shpërthim të mundshëm, njësi të shumta dhe relevante të policisë së Kosovës janë përgjigjur vendit të ngjarjes dhe siç po shihet në pamje, tashmë në afërsi të shkollës, por edhe në shkollë janë duke kontrolluar njësitë relevante të policisë së Kosovës. Nga çfarë kemi arritur të shohim nga kjo largësi, kemi parë se këtu janë prezente njësitë e policisë së Kosovës për deminimin e mjeteve shpërthyese dhe po ashtu janë parë edhe njësia speciale e qenëve, pra që njihet si njësia K9, ndërkohë ka edhe ekipe të zjarrfiksëve të cilët po qëndrojnë në gjendje të gatishmërisë. Ajo çfarë ka kuptuar Kallzo.com është se drejtoresha e kësaj shkolle ka pranuar një email, pra në emailin zyrtar me kërcënimin për një shpërthim të mundshëm, ndërkohë jo zyrtarisht Kallzo.com ka mësuar pra se bëhet fjalë për një bombë, pra bëhet fjalë për alarm për bombë. Ne jemi pra këtu që një kohë gjatë në vendin e ngjarjes për të përcjellur të gjitha zhvillimet që po ndodhin rreth kësaj ngjarje ose pra rreth këtij alarmi për bombë dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë deri në, themi, zbarrjen e plotë të kësaj informate për të ju përcjellur të gjitha informacionet nga vendi i ngjarjes.